përfaqësuesja e Bashkimit Evropian dëshiroj ke me pranu si të mirëqen, këta kam obligim kombëtar që përmendni këtu, që uroj se cila do qeveri që të vjen e Kosovës dhe cila do që të ballafaqohet me këtë kërkesë, le ta dinë se ka fillu nga organizata sërbe, ka qenë një përfaqësuese politikës të jashtme, Viktoria, në veri, e organizuar nga një organizatë sërbe, edhe kishim bo një hulumtim, pikërisht për urën. Dhe ishte një hulumtim i porositur politikisht nga organizata sërbe, ku pomostisht që ai nuk është këtu fal Betim Osmanit, i cili ka kontribut të jashtëzakonshëm për shkak se është i pranueshëm edhe nga qytetarët e veriut, po dhe të jugut, dhe pomostisht aty me pa se si u planifikake që përmes kishe këtij hulumtimi nga kjo organizat, që çështjen e urës m'ia lënë në dorë listës sërbska, dhe përmes listës sërbska faktikisht Beogradit, mirë po, ai hulumtim ishte gati me qenë si i mirëqen, i pranueshëm nga Brukseli, që kurdo që të vjen dialogu prap Kosovë-Serbi, që kjo çështje mu konë sikur propozim i Brukselit, që do të thotë qytetarët e veriut po kërkojnë që kjo punë ju ka besu dialogut të urës apo zgjidhjes së urës, ju ka besu listës sërbska që praktikisht i beke Beogradit, që ishte hulumtim komplet i poros, as ishte profesional, mirë po, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian dëshiroj ke me pranu si të mirëqen, këta kam obligim kombëtar që përmendni këtu, që uroj se cila do qeveri që të vjen e Kosovës dhe cila do që të ballafaqohet me këtë kërkesë, le ta dinë se ka fillu nga organizata sërbe, ku kemi qenë dëshmitar një dy shqiptar, dhe ja kena mohu kategorikisht dhe është e papranueshme në atë formë se si me bartë një të pavërtet për veriun, në një mënyrë që me paraqit pastaj si kërkesë në Bruksel, për shkak se realitetin e veriut kogja mirë e njohën pikërisht me të apostrofuarin Betim Osmanin, qytetarët më të lirë se tasht nuk kanë qenë. Qytetarët janë shumë të lirë, krejt çka duhet është investimet ekonomike, që tash patriotizmi i vërtet, që ne si odë ekonomike shqiptare, pikërisht do të dalë me një platformë të tillë investim për veriun e Kosovës, dhe në këtë formë do ta ndihmojmë qytetarin atje të jetë i integrueshëm, të jetë edhe në komunikim me pjesën tjetër të Kosovës, dhe këtu jo rastisht përmendni këtë emër, që ky emër Betim Osmani do të jetë ndihmë për secilën qeveri e cila vjen nga Kosova, e cili mund të jap kontributin e jashtëzakonshëm të cilën e ka dhënë deri tash.